Sot, një vit e gjysmë pas krizës së parë, jemi në fazën e mësimit të përballimit të krizave. Pra, jemi në fazën e një farë normalizimit krizës. Një gjendje ku papritshmja bëhet krejtësisht e pritshme, ku të shkosh në zgjedhje të jashtëzakonshme është krejt e zakonshme, ku të qenurit me pozita të ushtruesit detyrës nuk shihet më si problem substancial demokratik për Kosovën, por si pjesë normale e jetesës sonë institucionale. Siç e thot edhe vetë kundërshtari në politik, në një normalizim që tashmë tingëllon si vedije e re politike, por unë merrem ushtrues detyre ama. Thuaj s'ka asgjë të parregullt në këtë konstatim. Por për Kosovën, në gjendjen e tanishme, nuk ka gjë më të rëndë se të ketë ushtrues detyre në çdo pozicion institucional. Ky ushtrues detyre nuk ka rëndësi tashmë, a është kryeministër, a është kryetar kuvendi, a është president, apo dhe trishtueshëm të trijat bashkarisht, siç dhe jemi sot për herë të parë në historinë politike të Republikës Kosovës. Merrni me mend, Kosova sot ka ushtrues detyre të kryetarit kuvendit, që ushtron detyrën e ushtruesit të presidentit të Republikës. Kjo gjendje, përkatësisht shmangja kësaj gjendje, ka qenë motivi im dhe i Lidhjes Demokratike të Kosovës për të marrë pjesë në ciklin e gjatë të diskutimeve rreth presidentit, një cikël që përfundimisht dështoi vetëm pak javë më parë. Në përputhje me deklaratën politike të kuvendit tonë, LDK dhe unë jemi angazhuar me përgjegjësi të plotë për stabilitet institucional të vendit. Ky ka qenë qëllimi ynë i parë. Në një kohë tensionesh politike, paqartësish dhe kalkulimesh të mëdha, të vazhdueshme partijake, ne zgjodhëm të sillemi si forcë shtetformuese siç edhe na takon. Jo sepse ishte rruga më e lehtë politikisht, por sepse ishte rruga e duhur për Republikën. Me këtë bindje, LDK mbajti jo vetëm një qëndrim konstruktiv, por edhe ofrues të zgjidhjes së krizës. Komunikoi me të gjithë, ofroi alternativa, ishte e gatshme për zgjidhje. Qëndrimi ynë ka qenë i qartë që nga dita e parë. Nëse kërkohej konsensus për presidentin e Republikës, ne ishim të gatshëm për konsensus. Nëse kërkohej marrëveshje politike, ne ishim të gatshëm për marrëveshje politike. Nëse kërkohej stabilitet institucional, ne ishim të gatshëm të kontribuonin për stabilitet institucional. Nëse kërkoheshin emra, ju jepshim emra. Nëse kërkoheshin nënshkrime, ju jepnim nënshkrime. Dikur nisën të kërkojnë data, ngjyra nënshkrimesh të ndryshme, çfarë t'ju bëjmë këtyre sinqerisht. Zonja Zotërin, problemi nuk ishte mungesa e zgjidhjes, edhe më pak vullneti ynë i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Problemi vërtet ishte se përballë nuk kishim një mendësi që kërkonte zgjidhje, kishim një mendësi që kërkonte gjithçka. Kërkonte qeverinë, kërkonte kuvendin, e kërkonte edhe presidentin. Kjo ka qenë kërkesa atyre zyrtare në tavolinë e diskutuese me mua. Pra, i kërkonin të trija bashkarisht, qeveri, kuvend, president. Kërkonte çdo institucion të Republikës si pronë ekskluzive e një partije të vetme. Pra, kërkonte sistem parti-shtet.